Gjithashtu, duke përfituar dhe nga konkursi i pikturës që zhvilluan këto shkolla në kinoteatrin e qytetit, Shkolla Profesionale Thoma Papapano ka zhvilluar promovimin e saj në përfundim të fazës së parë. Në këtë promovim morën pjesë dhe mjaft mësues të këtyre shkollave si dhe drejtoresha e arsimit me atë të zyrës së nxitjes së punësimit, pasi kjo e fundit ka dhënë një ndihmës mjaft të madhe në promovimin e vlerave në degët profesionale që kjo degë ushtron, duke e parë si të domosdoshme drejtimin e këtyre nxënësve në formimin profesional, e cila vjen me rritje në kërkesën e tregut të punës. Për më tepër rreth këtij eventi, na sqaron drejtoresha e shkollës zonja Renata Puleri. Ky aktivitet zhvillohet në vazhdim të aktiviteteve që po zhvillohen për promovimin e arsimit profesional. Dhe ne me anën e aktiviteti promovuam shkollën e mesme profesionale Thoma Papapano. Qëllimi është që nxënësve të klasave të nënta t'u sqarojmë cilat janë përparësitë të ndjekurit të një arsimi profesional, i cili i pajis ata me dije, të cilët i aftëson për tregun e punës pas shkollës të mesme, por dhe i përgatit për të ndjekur arsimin e lartë. Shkolla jonë ka përgatitur një vazhdim aktivitetesh për promovimin e arsimit profesional në rrethin e Gjirokastrës. Faza e parë ishte përgatitja që bëm në përshkolla, ngritja e grupit të punës. Faza e dytë është ky aktivitet që u zhvillua sot. Faza e tretë është takimi në përshkollat nëntëvjeçare dhe përgatitja e një pyetësori pra për të marrë atë feedback të këtij aktiviteti të sotshëm, dhe pastaj faza e katërt është në bashkëpunim me drejtorinë arsimore. Ne do të shkojmë dhe shtëpi me shtëpi për t'u sqaruar prindërve avantazhet e arsimit profesional. Pra, ndiqni arsimin profesional.